Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2026. Dhe fillojmë në lidhje me energjinë që do na vi. Dhe këtu kemi dikë që një person që ndihet dikë me të cilin keni pasur një lidhje ose një njohje, ose ju vazhdoni të keni një lidhje, por mund ta keni pasur edhe në periudhën e dimrit, në muajin shtator, tetor, nëntor, për një pjesë prej jush. Ose flasim këtu, shohim dikë që ndihet është shumë i përmbajtur, shumë i rezervuar në lidhje me një dashuri. Ndoshta është dikush që donte të shfaqej para syve tuaj si i ftohtë, si një person i ftohtë dhe i pa interesuar për ju. Por që është po të vëmre, personi ka një dritë brenda vetes, edhe pse e fsheh këtë dritë, dhe flasim për dikë këtu që mund të ketë kaluar momente të vështira, mund të ketë kaluar sfida, vështirësi në lidhje me dashurinë. Por është edhe një person që ndihet i ngrirë emocionalisht. Dhe ky person nuk vepron për shkak të frikës, ose nuk dëshiron të hidhet me një herë në këtë njohje ose në këtë lidhje. Gjithsesi, nuk dëshiron që ky person të lëndohet edhe një herë, dhe këtu kemi energjinë e kullës, por kemi dhe rrotën e fatit. Dhe shoh një ndryshim të madh. Ky person kërkon një ndryshim të madh. Fati i ndihmon në lidhje me këtë ndryshim, sepse këtu bashkohen dy karta të arkanës së madhe, që është karta e kullës, por është edhe karta e rrotës së fatit, që tregojnë ndryshime të mëdha që do vinë në lidhje me këtë njohje ose lidhje që keni. Me një person, këtu flasim për një person që mund të ketë të bëjë dhe me ndryshime të mëdha në jetën tuaj, ose është një person që ju e konsideroni shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Dhe këtu kemi 3 arkana të mëdha në fakt, sepse kemi dhe mbretëreshën e ajrit, por është diçka që e paparashikueshme, ndoshta një ndryshim i paparashikueshëm, ose një person që është i paparashikueshëm në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu flasim për diçka që përmbyset, dhe përmbyset plotësisht, por flasim edhe për dikë, për një person që ka kthyer plotësisht diçka në jetën e tij ose të saj, flasim këtu. Nuk di se si rezonon deri në këto momente me ju, por këtu flasim për një person që kërkon një lloj ekuilibri në jetën e tij, kërkon një lloj qetësie, sepse jemi te energjia e rrotës së fatit këtu. Dhe është një person që nuk dëshiron të lashe në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person dëshiron t'ju thotë dhe gjërat që ka ndodhur, ose çfarë shkaktoi këtë situatë midis jush. Dhe dikush që përfundimisht po del në dritë, po del në një lloj qartësie në lidhje me situata të ndryshme. Dikush që largohet nga situata të vështira, të errta që mund të ketë pasur, nga një lloj fshehtësie, dikush që mund të jetë, sepse kemi kullën këtu, dhe kulla tregon një të vërtetë që afrohet, ku diçka rrëzohet për të ndërtuar diçka më e mirë në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, vazhdojmë shohim energjinë. Dhe këtu shohim që mund të jetë bërë
mund të keni pas kundërshime mendimesh me këtë person, mund të jetë bërë një largim i papritur nga kjo njohje ose lidhje, por mund të kthete ka dhe një kthim në këtë njohje ose në këtë lidhje. Është një person që ndoshta ndihet shumë i lodhur nga vështirësitë ose nga situata të lodhshme që ju mund të keni pasur në lidhje me këtë dashuri. Ose ky person është ulur dhe mendon në një cep, po të vëmre këtu, sepse ky person ka qenë si në hije, mund të themi. Duket sikur ky person është përpjekur shumë për të dalë nga kjo situatë. Dhe këtu shohim gjithashtu që ky person nuk e duron dot me heshtjen, sepse dëshiron të bëj një fillim të ri, ose nuk duron dot atë mungesën e kësaj dashurie, mungesën tuaj dëgjues. Dhe dëshiron që të hedhë një hap para, ndoshta dëshiron të ndryshoj drejtim ky person. Dhe është ndoshta dëshiron edhe të hedhë hapa në lidhje me këtë dashuri, sepse është diçka që ndodh shumë papritur me energjinë e kullës. Ky person ndoshta është ndier i friksuar në lidhje me këtë ndryshim të madh që po ndodh në jetën e këtij personi. Mund të ketë qenë një person që është në gjendje ankthi, stresi, por është diçka që harrin kulmin në këtë situatë. Gjithsesi, shoh që keni kundërshtime mendimesh në lidhje me këtë person, mund të jetë edhe që ju mund të keni pas disa tensione me këtë person në rastin tjetër, ose për një pjesë tjetër mund të jetë edhe një lloj padrejtësie që këtij personi mund të jetë bërë. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të kullës, karta rota e fatit, ku është energjia e shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës, shenja e luanit, shenja e demit dhe shenjat e zjarit, por dhe shenjat e ajrit. Janë të përfshira të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe vazhdojmë, çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person në lidhje me ju? Atëhere, kemi energji të shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së demit përsëri dhe energji të shenjave të zjarit. Shoh që ky person është një person strategjik dhe përdor një lloj strategjie në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person pret të bëj ato lëvizjet e duhura, dhe këtu kemi një energji mashkullore dhe një energji femërore që beson brenda intuitës së vet. Por ndërkohë shohim një energji femërore që ka hequr dorë nga gjërat që ka besuar. Dhe shoh një largim nga situata të vështira, për dhe një person që tregohet shumë i kujdesshëm në lidhje me këtë dashuri. Atëherë personi po përdor një strategji në lidhje me ju, dëgjues, dhe shohim energjinë tuaj dëgjues, çfarë mendoni ju në lidhje me këtë person? Atëherë këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ajrit, dhe kemi kartën e botës që ka po përsëri 4 energji. Kemi energjinë e shenjës së demit, energjia e shenjës së akrepit, energji të shenjës së virgjëreshës dhe shenja e luanit. Atëherë unë shoh ju dëgjues keni ngecur në mendimet tuaja në lidhje me këtë fillim të ri. Ju ndoshta keni menduar negativisht në lidhje me këtë person, ose me një fillim për ta bërë në lidhje me këtë person. Thjesht ju mendoni që kjo njohje mund mos eci, ose gjërat nuk ecin midis jush, dhe sikur nuk shihni asnjë gjë tjetër, thjesht nga që jeni të bllokuar në këtë lloj mendimesh. Por rruga është e hapur, e shoh. Kjo rrugë të çon drejt këtij fillimi të ri. Ju çon ju dëgjues, pavarësisht rreziqeve ose situatave të ndryshme që ju mund të keni. Dhe shoh
që çelësin e kësaj dashurie e keni ju në dorë, sepse ju do mbyllni një cikël të vështirë që keni kaluar deri në këto momente, do dilni nga ky bllokim mental që keni dhe dëshironi të bëni vërtet një fillim të ri. Një njohje të re ose një fillim të ri me këtë person, një dashuri të re, varet nga gjithë secili, por çelësi është në dorën tuaj. Dhe vazhdojmë të shohim çfarë do ndodhi në lidhje me këtë histori dashurie. Atëhere, shoh energji toke, energji ajri, energji uji. Ju shoh që mbyllni diçka, ju mund të mbyllni disa situata që mund të keni pasur, por ndërkohë jemi te energjia e shenjës së Virgjëreshës më tepër këtu, por jeni edhe do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me mbylljen e diçkaje, në mbylljen e një situate që mund të keni pasur ose në lidhje me këtë person. Por ndërkohë ju shoh që merrni vendime të rëndësishme. Ju sikur dëshironi të fusni një frymë të re në lidhje me këtë njohje ose me këtë lidhje, por ndërkohë jeni duke shpresuar në lidhje me vendimet që ju do merrni ose ju vazhdoni të mendoni duke marrë një vendim të rëndësishëm, por në një formë tjetër. Dhe ju shoh që largoheni, lini mbrapa situata të vështira për të marrë dhe duke shkuar drejt këtij personi, për të marrë një drejtim më të mirë në lidhje me këtë dashuri. Dhe vazhdojmë në lidhje me energjinë e të dyve. Në fakt, unë do marr tarotin romantik. Dhe çfarë do ndodhi midis jush në të ardhmen e afërt. Gjithsesi, këto janë lexime të përgjithshme, ju mund të merrni vetëm ato që rezonon me ju dhe janë lexime pa kohë, që vlejnë në çdo kohë. Atëherë shoh një energji, kemi energji të shenjave të zjarit, shoh një energji mashkullore që është duke menduar seriozisht në lidhje me këtë dashuri, por i ka vendosur dhe qëllime vetes në lidhje me energjinë femërore. Është një person që mendon shumë për të pasur një fillim të ri, por është edhe dikush që ndoshta është duke bërë një plan në lidhje me këtë fillim të ri, por është një plan i menduar mirë. Është një energji fillimesh të reja ku ky person është duke i parë gjërat më qartë ose është sikur shikon veten në pasqyrë në lidhje me këtë fillim të ri. Dhe shohim një energji femërore, kemi energji të shenjave të tokës, ku mendon shumë seriozisht në lidhje me këtë dashuri. Shohim në fakt janë dy energji në pozicione mbretërore. Dhe shoh diskutime, një fillim diskutimesh midis energjisë mashkullore dhe energjisë femërore. Ndoshta duket diçka e pazakon në lidhje me këtë fillim diskutimesh që ju do keni. Dhe ky person shoh që ndoshta i ka vendosur qëllime vetes në lidhje me ju dëgjues. Për ta çuar këtë lidhje para ose për të futur në një fillim të ri. Atëherë, këtu kemi energji të shenjës së luanit, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të zjarit përsëri. Janë energji zjarit komplet. Shoh që energjia mashkullore kërkon me çdo kush që të tërheqi energjinë femërore drejt vetes. Ndoshta edhe në një mënyrë pak në një farë mënyre dëshiron me çdo kush, se shohim një person që përdor forcën për ta tërhequr këtë person energjinë femërore drejt vetes.
por ndërkohë energjia femërore ka një pamje më të qartë të situatave. Dhe gjithsesi unë shoh që ju do keni një takim, po të vëmë re, dy persona shumë mund të keni një romancë, një takim, një bashkim me këtë person, por duhet keni kujdes nga një person ziliqar që ju ndjek mbas shpinës tuaj. Gjithsesi, shoh që ky person është dhe në pritje, është në pritje të këtij takimi. Dëshiron ose përdor gjitha llojet e formave për të tërhequr energjinë femërore pranë vetes së vet. Por ndërkohë është dhe një energji maskullore që ka ndryshuar këndvështrim, duke parë gjërat që rrethojnë dhe fillon ndoshta për të menduar ndryshe në lidhje me dashurinë, ose ka një vizion tjetër në lidhje me dashurinë, ose me këtë dashuri që ju keni. Dhe përfundimi, atëherë unë shoh një romancë shumë të bukur përsëri këtu, dy persona dhe këtu bie dhe hëna e plot që mund të jetë edhe dhe shoh dy persona shumë të dashuruar. Është një takim që mund të jetë në një vend romantik. Ky takim ose mund të jetë një romancë me këtë person, do ndiheni shumë mirë, do keni momente shumë të bukura me njëri tjetrin, por shoh një energji femërore. Energjia femërore do jetë përsëri, do jetë shumë sekrete në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta nuk dëshiron ta ndaj me persona të tjerë në një rast, por shoh që energjia femërore është një energji shumë sekrete ose mban shumë të fshehta në lidhje me këtë dashuri. Unë do them dhe disa data, kemi datën 9, data 11, data 18, data 7, data 2, kemi datën 8, 9, 1, data 10 dhe data 5. Atëherë, këto janë thjesht detaje të vogla, nuk është domosdoshmërisht e thënë, sepse thamë janë leximet të përgjithshme. Gjithsesi unë do marr dhe një mesazh nga ëngjëjt për të parë se çfarë mesazhi ju japi në lidhje me këtë dashuri. Atëherë, kemi Angjëllin Mikhail dhe ju thot: organizohuni me logjik në lidhje me njëri tjetrin, me këtë dashuri, me këtë person që keni në jetën tuaj, dhe është një energji ku ju do harini të keni një takim me këtë person, do stabilizoni situata, do merren iniciativa në lidhje me njëri tjetrin, por thjesht duhet të jeni më të organizuar dhe të përdorni logjikën në lidhje me këtë dashuri. Unë do marr dhe një mesazh tjetër, dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit. Ju jeni të interesuar në lidhje me këtë mundësi që ju jepet. Zgjidhni dhe zgjidhni, bëni zgjedhjen tuaj, thot, sepse jeta juaj do ndryshoj këtej dhe në vazhdim. Është një mesazh fantastik për ju dëgjues. Gjithsesi, ky është e parashikimi për ju. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbasdite sa më të këndshme, por mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, sepse janë postuar gjitha shenjat, videot e javës, hënën e plot, sepse dhe ajo ka efektet e veta, por dhe video me tema të ndryshme, por dhe të vitit 2026 që janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit. Ju mund të shikoni shenjën tuaj me fat, por dhe shenjën ascendente. Ascendentja është më e rëndësishme se shenja juaj. Atëherë, dëgjim të këndshëm, dëgjojmë në videot e radhës.